Po, zoti Besnik, diçka për të shtuar të kjo? Ose t'ju bëj pyetjen konkrete, si mund të kthehen qytetarët shqiptar? Fort me zotërin, por ke parasysh një gjë. Domethënë kur fol për kthimet në ato vite, sigurisht nuk ka qenë e kënaqshme, nuk ka qenë fluksi i madh. Jo, por mos ta bëra atë debat, po tani se ju keni të festa diskutime me qytetarët. Lutem, se jam dhënë Skype kam vështirësi. Jam edhe në Bruksel. Dakor, po ju dëgjojmë. Ke parasysh bëjmë analizën e fakteve çfarë ka ndodhur, pra sepse unë i vë theksin që qeverisja ndryshon gjithçka. Kjo është theksi pra për të kuptuar problemin në rëndësinë e ka, çfarë rëndësie ka qeverisja e mirë apo e keq e vendit pastaj. Dhe kriza, si ka dhe zotëria, 100% dakord i shpjegon, i analizon shumë mirë, nuk kam asnjë lloj debati me zotërin. Kriza ekonomike që filloi në Greqi, në Itali, në Europën qendrore, shkoi deri në vitin 2012-2013. Por ne nuk patëm një fluks të madh largimesh. Fluksi i madh i largimeve ndodhi pas vitit 2016-2017, që u larguan mbi 1 milion shqiptarë. Si dhe justifikuar, po prisin çfarë do bënte qeveria e re. Europa e qendrore e kaloi krizën, po qeveria e re se pastaj mori dhe domethënë 17-ta, 18-ta dhe 19-ta, si vite kanë pas fluks të tmerrshëm largimesh, se mori zotëria ti dhe tepsin vetëm, pastaj e ndau me këta që han dardha pas shpinë, me zëvendës kryeministrin, me ish-kryetarin e bashkisë, me Lalin, me gjithta, për të mos shkuar te politika për të ndalë te problemet teknike. Ka një element se nuk e mbarova herën e parë, ka dhe një kategori tjetër që është kategori inovatore shumë e rëndësishme e shoqërisë, se ne për fatin e mirë tonin si popullsi jemi shumë vital. Dhe ne kemi një biznes të diasporës të jashtëzakonshëm në Europë, Amerikë, Kanada, Zvicër, Angli, dhe nëse ka një qeverisje të mirë, të drejtë, bazë ligjore për të stimuluar investimet e diasporës shqiptare në Shqipëri, ka një dëshirë të jashtëzakonshme dhe ka një kapital me kapacitet të jashtëzakonshëm për të investuar në vendin tonë. Dhe kjo pastaj të çon tek edhe ato analiza që bën zotëria në studio teknike që janë të gjitha të vërteta 100% për të krijuar kushtet pra për të ardhur rritja ekonomike. Por që të vi rritja ekonomike duhet përdorur politikat e zhvillimit ekonomik, politikat sociale dhe politikat e zhvillimit sektorial, që janë për mua më të rëndësishme të arsimi, shëndetësia dhe bujësia, dhe nuk di si garantisesh me njëra tjetrën, por arsimi gjithmonë është në vendin e parë, dhe ne kemi kapital të diasporës të jashtëzakonshëm nëse prodhojmë një qeverisje me bazë ligjore të ndershme, mbështetëse dhe jo penguese, sigurisht duke luftuar elementin më gangren të çdo qeverisje, korrupsion. E qartë. Ju falenderoj për këtë përmbyllje, faleminderit zoti Besnik.